Aktori i humorit Beskallaku ka shpërndar në rrjetet sociale tatuazhin e tij më të ri dhe i dedikoi një gruaje me emrin Ejona. Kaq ka mjaftuar që ndjekësit të binden se tashmë thashëthemet që kanë qarkulluar prej kohësh janë të vërteta. Beskallaku është në një lidhje dashurie. Kjo e fundit është përforcuar më shumë edhe nga shkrimi në dorën e tij, trëndafil në kohë lufte, dhe data 25/12/2025, ndërsa fotoja shoqërohej me tingujt e këngës I Will Love You Forever. Askush nuk di më shumë për Ejonën dhe as për historinë mes tyre, por ajo që aktori lë të kuptohet është rëndësia e madhe që ajo ka në jetën e tij pas divorcit nga Xhensila Mirtezaj. Me këngëtaren, Beskallaku ka 2 fëmijë, por marrëdhënia e tyre mori fund në pranverën e vitit 2024. Arsyeja nuk dihet, asnjëri prej tyre nuk ka bërë asnjë deklaratë të qartë, përveç disa këngëve të dedikuara, që secila palë bën me faj tjetrin për dështimin e një martese disa vjeçare.